Alright. Përshëndetje të dashur shikues të Edis Keq. Më vjen shumë keq që nuk kam qenë shumë aktiv këto muajt, se disa janë bonja 6 muaj duket. Më vjen shumë keq, po kam qenë mjaft i angazhuar me punët në fakultetin ku studioj. Domethënë ka pas provime, fatmirësisht i kalova gjitha me sukses. Dhe tani e shkruajta semestrin e fundit në këtë degën time 4 vjet këtu në Shkup si inxhinier software. Nëse më pyet dikush se ku kaloj pjesën më të madhe të kohës në Shkup si student, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Çdo herë jam në përlecimore të ndryshme. Në qytet ka shumë vende ku studentët grumbullohen për të studiuar dhe unë pothuajse jam gjithmonë në njëra prej tyre. Varet nga puna që kam për të bërë, por shkoj në vende si Public Room, Në Netaville shkoj më shpesh kur kam edhe orë në fakultet, sepse është shumë praktike. Shpesh vizitoj dhe leximore më klasike, si Njemi Librat, Brage Mladinosi, ku atmosfera është pak më qetë dhe shumë studentë vinë për të studiuar. Çdo vend ka atmosferën e vet, dhe për mua e bërë pjesë e përditshmërisë së jetës studentare në Shkup. Përndryshe Shkupi ka shumë qenë, të cilët ua bëjnë jetën shumë të vështirë në rast se jetu vozit motor, sepse shpesh herë vrapojnë pas motorit, pas biçikletave të ndryshme dhe mund të shkaktojnë aksidente të shumta. Okej. So këtu e parkoj. Poshtë, domethënë ke garazha poshtë lë motorin, lart e lë veturën. Domethënë këtë periudhë i kam bërë do ndryshime për arsye se dua që ta bëj për udhëtime pak më të gjata, po një ndryshime të vogla i kam vënë do çanta. Faktikisht edhe një metal këtu që këto çantat mos prekin ke goma, edhe i vura është gjithashtu një phone charger që të mund ta mbush telefonin gjatë një udhëtimi kështu, se s'kam bateri, so i kam bërë disa ndryshime të vogla. Domethënë ja si duket tani me këta çantat, nga të dy anët, çantat i kam blesh shumë lirë, edhe këtë metalin këtu që ja kam vënë, që mos prekin ke ato. Nuk jam pa le çfarë çanta të bukura, po they fit the purpose, edhe xeza janë dhe fit the purpose of the bike. Gjithashtu edhe këtë domethënë ja vendova, që mund të mbush bateri. Këtë e lidha vetë, ke akumulatori i motorit. Dhe domethënë tani kështu duket. S'është aq bukur, s'është aq keq, që kanë shëmtuar ndoshta pak. Po mendohem tani për qytet do t'ja heki. Po domethënë do më duan me shumë gjasa, do më duan domethënë kur shkoj në ndonjë udhëtim, edhe shumë lehtë ka, se vetë mundem ta hek ulsen me një herë, domethënë hek ulsen me çelës, edhe ja e hek apo ja vendoj çantat shumë e thjeshtë. Përndryshe dua prezantoj pak vendin se ku rri tani, domethënë Vizbegova quhet. Kjo zona këtu llogaritet si Karposh 4 më duket, po gjithashtu dhe domethënë jam afër Viva Freshit. Domethënë kjo është këtu ke ki kompleksi jam të ndet këtë vit, është kompleksi Aquaduct. Aty është hyrja. Domethënë ka dhe siguri të mirë ka, dhe se siguria nuk është që na duhet, po nice është, domethënë lejon vetëm këto banorët e apartamenteve. Si një kompleks është shumë nice, unë jetoj ke kati 5. Gjithashtu ka e pjesa atje, domethënë ka e pjesa atje ka fush basketballi më duket, futball të vogël, edhe kështu kënd fëmijësh. Shumë nice është. Është një 5 kilometra larg qytetit. Kështu se shumicën e kohës, domethënë udhtoj ose me makinë, ose tani që ngrohet koha, udhtoj me motor. Alright, so I just came home. And I'm gonna be cooking something for me. So I use mostly the air fryer. It's a really convenient thing to do. I'm gonna do some potatoes also. This is like the steak. I have marinated it. I'm just gonna plug in the air fryer. Ndonjëherë kur kam projekte pak më të mëdha dhe kur më duhet një ekran i dytë,
ku duhet të kemë në njërën pjesë kodin, në pjesën tjetër dokumentacione të ndryshme, apo modele të ndryshme për coding. Studioj edhe në banesë. Për të fituar disiplinën në banesë është pak vështirë, sepse bëhet si një vend ku je mësuar të shijosh më shumë, të shohësh ndonjë film dhe shumë më vështirë është që të mësosh, por ndonjëherë mësoj edhe në banesë, por shumë më rrallë, domethënë. E mira është se ke hapësirë ku mund të pushosh pak, të ngrihesh, të studiosh përsëri apo të punosh përsëri, por i ka dhe të mira dhe të këqijat e veta, definitivisht. Kemi disa ndodhi të reja, faktikisht Fatmiri ka marrë një motor, edhe nesër, apo mbas nesër, unë do shkoj ta takoj dhe ta shohim bashkarisht motorin. Gjithashtu edhe Doni, hala nuk e ka marrë, po do të marrë edhe ai një motor, kështu që këto dy motora dhe jemi pjesë e Eddie's Cage së shpejti. Përshëndetje të dashur miq. Ky është motori i ri i Fatmirit. Po dhe kacika speciale. Speciale. Fatmir, ç'mund na thuash për motorin? Ç'mund na thuash për motorin? Ç'mund na tregoj? Motori është i vitit më të fundit, është blerë me 0 kilometra. Urën e vetë nuk kryem shumë bukur. Jo, e mos e shih. Sa është pjesë? E krym bukur, a? Shinerai VZR 300. Vej një kacikën, vej një çoj me kacikë. Me helmet. Bukur. Koha shumë e bukur sot për ndryshe. Të bëjmë ndonjë xhiro, ta testojmë, ta shohim si shkone kjoja, joje. Sot po vozis Shinerai VZR 300, do të them që përvoja vezitjes është shumë e këndshme. Motori ka një ndjesi shumë të mirë në rrugë, është i qëndrueshëm dhe reagon mirë, si në qytet ashtu dhe në rrugë të hapura. Shinerai VZR 300 vjen me një motor rreth 286 kubik më duket. Ka një fuqi të mjaftueshme për një vozitje të rehatshme dhe dinamike. Ka një balancë të mirë mes fuqisë dhe kontrollit dhe është i përshtatshëm dhe për udhëtime pak më të larta. Një gjë që më pëlqen është lartësia e motorit, kur je i ulur mbi të, dihesh pak më lart dhe të jep një ndjesi të mirë kontrolli dhe pamje më të gjerë të trafikut përreth, mund të thuash. Dhe nuk ka asnjë problem, tani jemi duke vozitur unë dhe një pasagjer, Fatmiri, dhe ndihemi rehat gjatë vozitjes. Është shumë praktik për përdorim të përditshëm dhe mjaft i rehatshëm, mund të them. Do të dash tipi shumë, do t'ja mësoj shpagas. Ta po me motori? Ta po me. Kalëre. Si? Kal. Kalo shkiks. E më ne shkon kjo helmeta me motorin shumë. Si shkon ka? Po, mountain climber është në kipi. Beso jam tha me një të ngjajshëm kështu tha gjithë Galicicën e kom gjithësisë. Jo ve. Baj po. Ja. Jepi, ta dëgjojmë. Për ndryshe, këta gomat që i ka tani janë off-road, por ka marrë dhe goma tjera, të cilat duhet janë ndroj, të cilat janë më të përshtatshme për në rrugë. Helmeta ime retro. Helmeta jote retro ishte shumë e bukur, njëna ishte shumë e madhe, tjetra shumë e vogël, domethënë ti Ajo krejnë e vogla tamam dulbe no. Ç'ishte kjo çaj e vogla? Ajo e vogla po të diskushte veshët kur e qiqe. Problem. Ama 2205 ishte. A për ndryshe kjo është Dynamixi, i bëjmë reklam Dynamixit. Ja ku e kanë novat këtë versionin e ri të V7-s. Neve na duhet një helmet, këti helmet. E ne e donit një helmet, fatmirësisht. Kjo që ku do shkojmë djema? Vazhdojmë në lokacionin e radhës. Sky Moto. Sky Moto.
Neve jemi konsumatorët ma të mdoj të elementave. Po, ja me Vespat, jo symë qatë. E symi është më fat. Ndryshe të dashur miq, u takuam përsëri me Fatmirin në Strug dhe erdhëm në Ohër. Kjo është pamja mjaft e bukur pranë liçenit. Kjo është helmeta im të cilën e bleva. Fatmiri e ka helmetën e tij të vjetër, por bleu edhe ai dhe këta doreza i bleva edhe këta doreza gjithashtu kur ishin në Shkup. Tani ne së bashku takuam, flokët, sa keq flokët. Ne së bashku takuam prap në Strug dhe erdhëm në Ohër. Rruga ishte shumë e bukur, apo jo Fatmir? Shumë fenomenale. Kishte një kënaqësi të veçantë dhe u ndalëm këtu për të konsumuar një cigare. Kjo është stadioni Ohrit për ndryshe, këtu luan Voska. Dhe kjo është pamja madhështore e liçenit në perëndim e sipër, në perëndim të diellit. Fatmir, si ishte për ju rruga, Fatmir? Rruga ishte shumë e bukur dhe shumë komforte. Po, mirë po këta goma do t'ja ndrohe Fatmiri se janë off-road. Do të vendohet. Gomat e reja janë bler. Janë bler, po duhet Tani vetëm pritet që të montohen. që të montohen dhe të ndrohen. Për ndryshe ç'mund ta thuash për Kush është motocikletën? polica be viktime? Polisa? Ja fuk ta letra. Jo, mbaja, polisa sigurimit është. Ama nuk ka bidevoj kjo polis, vetëm letra do t'jetë polis. Po bidevej mbaja? Kjo do t'jetë polis, ha? Baja, bidevej. Jo, be bidevoj. Unë e di si sugjeroj ku t'ja vendesh. Tu poshtë vendoj. Seriozisht po. Këtu vendoj, ja. Po. Ja po paltoj be, paltoj Jo, komplet. polisa. Paltoj dhe vendoj atje. Jo, polis. Okej, të dashur miq, shihemi diku tjetër. Tani do rrim këtu, do konsumojmë një cigare dhe do shkojmë diku në kafene. Shihemi së shpejti. Moj, po. Filmon? Ky djali që iku ishte Joni, ish bashkjetusi Edit. Joni, përshëndetje Joni. Joni na ngrej dorën, na ngrej dorën. Na ngrejër dorën? Ashtu Joni. Po. Kanë bashkjetu për një kohë gjatë të dy djemt, 3 vite. 3 vite bashkjetesë. Tani u takun bas një viti që ishin ndarë. E me të jam bo bashkjetus një 2-3 ditë. Ishte emocionuse. Takim emocionues, shumë emocionues. Kjo për ndryshe është kompleksi Mizo, ku punojmë verës një me taksi. Por tani do me thonë s'ka pikë një ju, për arsye se Ohri është qytet turistik. I cili e ka fluksin vetëm në muajt e verës. Po. Tani është dhe muaj i shenjtë i Ramazanit. Po, ne kemi dalë. Joni e prit të orën e caktuar. Po pra, për ndryshe këta ecjet kështu përreth liçenit janë mjaft të bukura, mjaft emocionuese. Shumë të bukura sa që hollandianët vinë prej Hollandie për t'i parë këto që neve i kemi për ditë dhe nuk i vlerësojnë. E vërtet është kjo, po. Nuk e vlerësojmë ne, në plazh nuk vëjmë qysane, veç e kimi. A mos e kimi e disë, timi në një qytet pak ma largë, kështu ma lorë, vëjmë 2 avre, veç plazhbe. A dhe këto gjithë verës, 2 ditë shkojmë plazh. Zoti na rrit. Po. Tani ikim dhe le të shkojmë të ham diçka. Pastaj do pim ndonjë kafe dhe nisemi drejt Strugës.